Po ku të gjesh vajza kaq të bukura që mos t'i shikosh ti çdo ditë orën tjetër gjys. Bravo, një plan vajzave të lutem. Një plan vajza sa të bukura. Amina rregulloi pak flokun laç pesë po të çep kryeministri. Ka un tjetër. Rregulloi Vilma, rregulloi shpesh që ka dalë një çafka atje. Bravo. Në gjithë këto e gjithë partitë kërkoi nuk do gjesh gota. Nuk do gjesh gota. Se ti ke qef vajzat i ke vënë gjitha drejtoresha. Gocat i kishe qef kush i kishte pa drejtoresha nuk ke tatimet. Ha? Vilma. Zis dogana. Jo, se gjina feqe Elisën. Jo, le, kam Elisën Spiropali. Se jo, se du të dronë. Jo, e le me Elisën, gjemi dogana. Gjemi drejtori tjetër. Ministër Shnetësie. Yes. Sa lek ka aty? Sa lek, ti mund blesh helikoptera, mund bësh teste, kështu, si gjuhë këto... Do bëj teste shtatzanie. Më këto teste që diskutuam dje, që gjuhë këto. Teste për infirmierët e bukur. Atere, jemi në Poradec. Në Poradec, te Kali Bardh. Perëndimi vagulluar mbi liqerin pa kufi, po përhapet dal nga dali një pëlurë si një hije. Nuk është dukur akoma bari. Mbi qytet e ndër lëndina plurinatës e që po bie. Tha është Lazgushi i madh. I madhi. Mi po, Lazgushi në qiste, dilë atje lartë në kala në Poradecit, shikonte manethatë, shkruante. Po, do me thënë duke lëqitur Lazgushi, do të që duhet kesh një bibliotek atje brenda. Se prandaj shkruante që ti çonte libra në bibliotekë. Bravo! Me që the ti për bibliotekën, apo jo, mos sa filloj me bibliotekën. Me cili shekull është mbyllur, se që nuk është hapur e kuptova. Jo, hapur është, po si është brenda. Po ta tërgë pak më vonë. Pas se të kalim ke biblioteka, ke Lazgushi, i madhi Lazgush Poradeci, kalim pak ke ISSH. I apo ISSH? I. Zë më duke qërë dhe I. E po nga dhimbja më din me ISSH. Aty janë brenda gjitha dosjet atyre që kanë punuar, siguracionet. Jo që kanë punuar, që urropatën duke punuar. Dhe me të drejtë, vjen një moment shkon Gjagja Koqi. Gjagja Stefani. Stefani e thotë, me që bët, më je pak vërtetim vitin e punës. Zhytet në dosje. Dosje me palosi. Jo, ajo zhytet thjesht një pell të madh ujë, se do që... Po mi mos e liqen është të që... Jo, lakështi e modhe. Si në bibliotekë, si në ISSH. Po filloj me ISSH në fillim, dilje pak. Miqtë emision që thu, këtu jemi tek Instituti Sigurimeve Shoqërore në qytetin e Pogradecit. Në këto zyra, po të shikoni, lagështira është prezente kudo. Ne para pak minutash filmuam në zyrën e arshivës dhe do të shikoni se çfarë pamjesh kanë këto dosje të cilat rrinë në këto zyra. Dhe her pas here qytetarët të cilët vinë për të kërkuar pensionet e tyre nuk arrin t'i gjenë sepse dosjet janë të ngjitura me njëra tjetër. Po që më duat rokisim, Se për duat rokitje është ajo, ma? Po që kërkoni t'ju sjellin me shajin e Gjon Buzukut.
Po që keni... Jo, me shari Gjon Buzukut është më i rujt, 1555 është me shari. Këto datojnë më thënë nga 70-a e këti. Aty thjeshtë ishte një vazhdimësi e Gjolit. E Gjolit, po vazhdon për Gjolit. Kishte kështu belushka, kishte brënda. Kishte me gjërat të vogla, Korane, qatë kishte. Pra kjo ishte situata atje. Doni më të pyesim atë kompetentit, po gjekundi se i gjen. Nuk i gjen. Për kokë tënde. Sigurisht se ka ujë. Me që ishte gazin po graduis, ore gazi, pa dilte një në bibliotekë, se më kujtoj Lazguqe, të që për thoja. I madhi Lazguq për Radeci. E gjeti bibliotekën. është biblioteka po graduis. Se ka qytete që i kanë bërë pasticëri. Jo, është biblioteka atje, është biblioteka, u futën brënda, më thënë, ke parasysh... E kishte kostumin po lumbar, apo... Lagështi e madhe dhe aty. E abishme, këtë vit po Gradeci ka pas shumë lagështire. Po, një gjë që më bërë për shtypje, ke intervisa që bëni gazi me një 74 vjeçar që lëqista të shtypje në dyte, po. Avu nga goja gazi, avu nga goja i. Po, sigurisht. Lëqo gazi, lëqo ai. Lëqo gazi, lëqo ai, një moment e shof gazi ke objektivi kamë shumë. Gjaxhi kishte syzet me 2 fshirëse të vogla që ja pastroi. Digje pak bibliotekën... Atje punon një bibliotekë... Ku njerëzit shkojnë për të lëqitur. Urdo? Që ishte? Bibliotekase. Bibliotekase, vajza. Oj, kjo. Ndigjeni. Miqtë e emision që thu, sot jemi në qytetin e Pogradecit. Këtu jemi tek biblioteka e këtij qyteti. Ne do të futemi brenda për të marrë informacion se sa lexues ka në këtë bibliotekë, gjithashtu për të parë dhe kushtet se si janë në këtë bibliotekë. Na ndiqni. Tu jemi brenda bibliotekës së qytetit Pogradecit dhe aktualisht ndodhemi në zyrën e leximit për të rritur. Shikoni se çfarë pamjesh ka. Vini shpesh këtu për të lexuar? Vëlloj për dita. Çfarë lexoni zakonisht këtu? O shtypin dhe libra marrë vazhdimisht. Keni ftohtë? Ftohtë? Po si kemi? Ka ngrohje këtu? Jo, nuk ka. Ju vjen lexues i rregull. Po unë jam lexues i rregull, shkoj atë në kartellën aty sa libra kam marrë. Jam pensionist, jam 74 vjeç. Ja shiu. Çka bëra aty? Shoh që nga goja del edhe avulli nga të ftohtët. Po ftohtë sot është shumë ftohtë. Libra pas 90-s nuk ka furnizim me libra. Pas 90-s se gjen në një libër që janë votime të pas 90-s, janë të dhuruar nga votuesit, nga shkrimtarët. Një fond që ka në këto nuk ka e bashkia. So ka dhënë asnjë. Sidomos këto 4-5 vjet e fundit. Si ka mundësi? Bashkia ka një fond kulture. Ashtu siç ka qenë më parë në sistemin tonë, për çdo gjë edhe në një kooperativë, atë kishte një fond kulture, blejnë libra, rregullojnë vatë në kulturë se mëra. Tu s'ka libra. Që të lexosh një libër që ka dalë sot, nuk e gjen. Tani do të shkojmë tek salla e lexuesve për fëmijë. Në ndiqni për të parë edhe atje se çfarë pamjesh ka në këtë sallë ku ndodhen librat për fëmijë. Sa është numri i lexuesve në muaj që vinë për t'u interesuar për të marrë libra dhe për të lexuar në sallë? Bibliotekës apo vetëm nga reparti? Në sallën e... Po, në reparti të rinjve janë 1200 lexues. Po, sa tituj të ri kanë ardhur këto kohët e fundit në bibliotekën tuaj në sallën e të rinjve? Kemi marrë asnjë libër. Sa kohë ka? Titull të ri. Sa kohë ka që nuk ka ardhur një titull i ri? Kemi 5 vjet që s'kemi marrë asnjë titull të ri.
5 vjet. Po kushtet ka ngrohje? Po, rosa kemi. Me çfarë? Me korrent. Çfarë ngrosë janë ato? Të tipi të tillë? Po. Sa copë keni të tilla? Kemi 4 copë secili në për zyrat e veta. Në për zyra, po pjesën e sallës? Është. Po dhe ajo është, domethënë për punojësin. Po për lexuesin. Ajo një është. Shtude, Me qa kuptova. Po gradecarët dashkan 2 lloj trik kështu xhupash ku shkokan në bibliotekë. Se? Xhupin për borën, se kishte borë jashtë. Ja, po. Te shkallët heqin xhupin e borë, veshin mushama shiu. Po, impermeabile. Lexon xhaxhi gazetat, heq mushaman, vesh pra pallton. Ashtu, bravo. Ja, kjo punë ndodh në Poradec. Pra, lagështir po e po. Ngrohe nuk ka, po një problem tjetër që është po që masë këto të tjerat është titujt e rinë që mungojnë në bibliotekë. Qa titush mo? Librat e rinë që botone. Po që duhen mo? Të kalben aty? Ha, Po që s'kan sjell? E po, ai xhaxhi tha që në atë kohë ne kishim fonde, tha, për vatrat e kulturës në sistemin tonë, tha xhaxhi. Se është i sistemit tjetër, kupton apo jo? Ishte libra mo. Nëse, vamë që thua ti be Byrazer, vamën. E nje atë? Ku vatë ju? Në bashki takuam nën kryetari. Nën kryetarin e bashkisë? Po, foli qartë e pastër. Sigurisht ta. U justifikua, u shfajsua, Jo, na tha argumenta bince. Pse nuk marrim tituj të rinj, apo pse ka lagështir Pse bibliotekë? ka lagështir. Kanë qua një preventiv dhe në mars fillojnë ndërtimet. Më lërë ta gjej, është e çpuar çatia. Jo. Të tha. Jo. Nuk hytë dhe në teknika i. Tha, këtë mars, se në qershor kemi zgjedhjet dhe. Këtë mars do benet. Gjitha bën për zgjedhje. Bravo, ndiqe djalë. Aktualisht është paraqitur një preventiv pranë zyrës të urbanistikës dhe duke qenë se kushtet janë akoma të ftohta dhe nuk na lejon që të ndërhyjmë për momentin, jemi në procedurat e prokurimit, të tenderimit pra, dhe besoj në fillim të marsit do filloj rinovimi i gjithë terracës. Në mars fillojnë punimet. Ja ku është Poradeci, edhe në mars ne atje deng prap. Filluan punimet to, jo. E o mirë. Që duhet biblioteka, bre, po që duhet. Që duhet. Për atë xhaxhin që i lexon aty që hante mbllaqiste 1000 libra në muaj do për bibliotekë të Valere, bre. Ore, bën më një gjiro nga gjoli biblioteka, ja Allah. Po sa qofte tymi ca zgare, ca gjëra, ato i duhet Poradecit, turizëm. Bibliotekën. Ore se mendoni vërtet ju e lidhi me Lazguçi si e lidha unë. Lere bre tash Lazguçi, lere tash bibliotekën. Me një kavanos, be me bukanash, kap në një ciron. Një bibliotekë, po dashkëri dhe bibliotekë të thatë. Që shjo bibliotekë e thatë? Dashkëni, ja po, tash ti lexon edhe dëgjohet e plip, ajo ujë që bie. Se kështu bën, plip, nuk bën pip. Të bie dhe ke koka dhe çmendës pas gjysmore, po mund të bie edhe këta punë për ballë. Po të rënd të pika. I aty të ting. Në bibliotekën e Pogradecit. Të bie pika. Themi vetëm pas pak, në fakt do të merrem me një shkresë që me të drejtë brenda gjithë rregullave të shtetit e ka nxjerrë prokurorja. Drejtuesi i prokurorisë, po. Edhe thotë prokuroria pranë gjykatës shkallës parë Shkodër vendim etj konstatova. E di çfarë kthehemi pas pak, ju ta tregoj gjithë, kthehemi pas pak. Për të gjithë ata që duan të denoncojnë problemet e tyre, emisioni Qasu ka dhënë në dispozicion numrin e telefonit 069 60 64 444, si dhe adresën postare Agon Channel, rruga Dytësore Tiranë Durrës, kilometri 2 Kashar, Tiranë.